Përshëndetje gjithëve, mirë se keni ardhur në kanalin tonë 25 jeni këtu me mua Yahya Abazin në emisionin tonë të radhës që kemi përgatitur për këtë të mërkur, pra në emisionin Rizgjimi, ku të ftuar kishim Mozafer Bislimin, profesor i historisë, me cilin folëm mbi lidhjen e Prizrenit dhe Kongresin e Berlinit, dhe cili ishte pra fati i shqiptarëve në këto dy ngjarje, pra për lidhjen e Prizrenit dhe në Kongresin e Berlinit. Por pa kaluar te intervista, ju nëse mundeni ta bëni subscribe kanalin tonë 25 dhe vazhdoni pastaj të ndiqni intervistën me Mozafer Bislimin. Përshëndetje profesor, faleminderit që pranove të japësh një intervistë ose të flasim për këtë temë që kemi vendosur për kanalin tonë 25. Përshëndetje, faleminderit edhe juve për ftesën. Sot kemi vendosur të flasim për ngjarjet historike, pra për lidhjen e Prizrenit dhe Kongresin e Berlinit, që kanë lidhje njëra me tjetrën, por po fillojmë nga lidhja e Prizrenit. Cilat ishin rrethonat historike që çuan deri në formimin e lidhjes shqiptare të Prizrenit në vitin 1878? Domethënë fati i shqiptarëve që nga kuvendi i Lezhës, i cili ishte, ose Kërngritja e Skënderbeut, e cila ishte ndoshta edhe lidhja e parë mbarkombëtare shqiptare, ishte në duart e Perëndisë Osmane, domethënë duke shkuar nga viti 1468 kur shteti i Skënderbeut ra nën Perëndisë Osmane, pastaj 1478 qyteti i Shkodrës dhe viti 1501 ku është qyteti i fundit shqiptar që bie nën Perëndisën Osmane. Në shekujt pas, domethënë gjithë territoret shqiptare janë nën Perëndorinë Osmane. Gjithë dim se Perëndoria Osmane deri aty diku në fund të shekullit ose në fillim të shekullit 18 deri ka vitin 1699 ka pas atë zenitin e vet, domethënë në atë kohë në vitin 1683 ushtrit osmane arrin deri në portat e Vjenës. Pastaj ushtria austriake arrin deri në Shkup dhe ndodh kërngritja, ashtu quhet kërngritja e Karposhit. Ushtria austriake arrin deri në Shkup, mirë po pas kësaj periudhe vjen deri te një stagnim i Perëndisë Osmane dhe posaçërisht kjo është e vërtetur në fillim të shekullit 19. Në këtë shekull Perëndoria Osmane gati se pas çdo lufte humbte nga një pjesë të territorit. Posaçërisht themi për territorët në Ballkan, të cilët neve më shumë na interesojnë. Në fillim të shekullit 19 dhe gjithë kjo vinte si rezultat i forcimit të pozitave të Perëndorisë Ruse, e cila ishte të themi edhe një lloj tutori i popullatës posaçërisht slave dhe asaj krishtere ortodokse nga dishun ballkanik dhe në përgjithësi. Domethënë në vitin 1804 kemi kërngritjen e parë serbe, e cila filloi sigurisht me përkrahjen e madhe të Rusisë, në mënyrë diplomatike, po edhe me para dhe me armë. Pastaj kemi kërngritjen e dytë serbe, disa vite më vonë, në 1815, dhe në këtë periudhë faktikisht Serbia e mori një farë lloj autonomie nën suverenitetin e Perëndorisë Osmane, domethënë ende ishte jo shtet i pavarur. Pastaj në ndërkohë kishte edhe një luftë tjetër ruso-turke, prej të cilës pavarësinë e mori dhe domethënë pas kërngritjes së tyre në vitin 1821 e mori Greqia, ku vlen të theksojmë se rolin kryesor në kërngritjen edhe fitimin e pavarësisë së Greqisë e kishin shqiptarët ortodoks të Greqisë. Kjo ndodhi domethënë në vitin 1829, 1830 edhe e mori pavarësi. Gjithashtu në këtë periudhë pavarësinë ose një farë lloj autonomie e merr edhe Vllahia apo Romania e sotme dhe dal nga dal territoret në gadishun ballkanik të Perëndorisë Osmane ngushtoheshin. Por deri në këtë kohë territoret etnike shqiptare, domethënë territore ku kishte me shumicë popullat shqiptare ende nuk ishin prekur. Kjo do të ndodh faktikisht me paraqitjen e të ashtu quajturës krizë lindore. Sepse në këtë kohë Perëndorinë Osmane të gjithë shtetet e Evropës e quanin kështu e kishin një farë zhargoni diplomatik e semura e Bosforit. Dhe Perëndoria Osmane kishte hyrë aq shumë edhe pse në këtë kohë, në ndërkohë rreth viteve 1830 kishin filluar disa sultan Osman të marrin disa reforma, por si duket për arsye se në aspektin ushtarak nuk kishin sukses, ato nuk dhanë rezultate. Në ndërkohë, me paraqitjen e kësaj krizës së madhe lindore, rreth viteve 1870-71,
pas çdo konflikti, Perendoria Osmane lëshonte disa territore, por edhe u jepte koncesione shteteve, për shembull Rusisë i ka dhënë koncesione se ajo do të mirret me popullatën krishtere ortodokse në Ballkan. Nga ana tjetër, popullatës katolike i dilte zot Austria, më vonë Austro-Hungaria, edhe në këtë drejtim ajo faktikisht edhe nuk e udhëhecte vetë politikën e jashtme. Në vitin faktikisht aq shumë u acaruan marrëdhëniet në Ballkan dhe shtetet e vogla, të cilat deri ato kishin një farë lloj autonomie, Serbia dhe Malizi, faktikisht Malizi edhe gjatë gjithë kohës së Perendorisë Osmane kishte një farë lloj autonomie, sepse me Selin në Cetin, kurse pjesa tjetër e territorit të saj ishte nën sundimin osman. Ata me përkrahje të mëdha nga ana e Rusisë do t'i shpallin luftë Perendorisë Osmane dhe do të luftojnë kundër Perendorisë Osmane. Ndërkohë, kjo është faktikisht një lloj fillon në vitin 1876 dhe faktikisht është si nisja e krizës lindore. Ndërkohë është edhe luftra e dytë austro-turke, vitit 1877-78, ku ushtritë jo austro-turke, por lufta ruso-turke, ushtritë ruse arrin me sukseset e tyre, arrin në Bullgari, e kalojnë Sofjen, e marrin Sofjen dhe me territorët e tyre me ushtritë e tyre arrin deri para Stambollit dhe ndërkohë në mars të vitit 1878, më 1 mars, është një datë të cilën sot shteti bullgar e feston si ditë e pavarësisë, mirë po është dita e San Stefanos, është një marrëveshje të cilën Perendoria Osmane San Stefano është një pushimore shumë afër Stambollit, domethënë faktikisht ushtritë ruse kishin arritur gati në Stambol. Dhe Perendoria Osmane ishte detyruar që të nënshkruajë një marrëveshje nën diktatin e Rusisë cariste, e cila normalisht nëse nuk nënshkruante kanosesh se do ta sulmonte edhe Stambollin dhe kështu që mund të kishte edhe një kaje tjetër krejtësisht lufta ruse-turke. Dhe me këtë faktikisht kjo ishte hera e parë, në 1 mars 1878, kur u nënshkrua marrëveshja e San Stefanos, faktikisht Rusia e projektoi një shtet të cilin do ta kishte si satelit të saj Bullgarinë. Bullgaria me këtë marrëveshje faktikisht e kishte të gjithë territorin e Bullgarisë sotme, territorin disa pjesë të Serbisë sotme, gati se krejt Kosovën e sotme, Maqedoninë të gjithën dhe disa territore të Shqipërisë, kufira arrinte diku aty Ohër, Korçë. Dhe është faktikisht njihet si ajo Bullgaria e madhe. Mirë po, kjo marrëveshje nuk ishte mirëpritur nga shtetet perëndimore, posaçërisht nga Austro-Hungaria, por edhe nga Britania e Madhe, edhe nga Franca, pasi që me këtë posaçërisht Austro-Hungaria e shifte si një penetrim të madh të shtetit rus, Rusisë cariste, sepse ajo ndërkohë e themeloi edhe shtetin bullgar. Dhe gjithmonë cënimi i Austro-Hungarisë ka qenë që të ketë dalje në detin Adriatik, të cilin kishte diku lart në bregdetit Adriatik deri në Kotor, por dëshironte që të ketë dalje në detin Egjej në drejtim të Selanikut. Kështu që në presionin e këtyre shteteve u thirr Kongresi i Berlinit. Domethënë faktikisht këto ishin rrethana të cilat në një mënyrë ndikuan edhe te ndërgjegjësimi apo vetëdijsimi shqiptare, sepse diçka e madhe dhe e keqe është duke ndodhur me trojet shqiptare, dhe se Perendoria Osmane pas çdo lufte me aleatët e vogël ballkanik, por me përkrasin e madh të tyre Rusin, humbte territore dhe në këtë filluan për herë të parë të ndeshen dhe të rreziku të humbjes së copë të territoreve të Perendorisë Osmane. Po, cili ishte qëllimet kryesore politike dhe territoriale të lidhjes së Prizrenit? Thash domethënë shtetet perëndimore, të cilët gjithashtu ishin shtete të reformuara dhe kishin ushtri të forta, nuk ishin dakord me këtë, dhe për atë arsye e thirrën edhe Kongresin e Berlinit, i cili u malt në qershor të vitit 1878. Domethënë në këtë kongres disi faktikisht u korrigjua ky marrëveshja e San Stefanos, e cila si marrëveshje në parim nuk u pranua. Për
Këtu në Kongres, faktikisht, pasi që Rusia ishte si forcë e cila kishte fituar luftën, u pranua që Bullgaria të shpallet një shtet i pavarur, jo gjithë Bullgaria, sepse u themelua edhe një pjesë të Bullgarisë jugore, ashtu quajtura Rumeli Lindore, e cila do të ishte territor autonom, e udhëhequr nga princ krishter, por në sovranitetin e Perandorisë Osmane. Pastaj u pranua pavarësia e Greqisë, u pranua pastaj pavarësia e Romanisë ose Vllahisë. Gjithashtu pranua në këtë kongres edhe pavarësia e Malit të Zi dhe Serbisë. Dhe kuptohet, ato kishin pretendime të mëdha territoriale, sepse ndërkohë gjatë kësaj lufte ruso-turke, ata kishin marrë edhe territore, për herë të parë territore shqiptare. Dhe kësaj radhe ishte edhe, të shohim më vonë, do të ndodhe edhe pas mos suksesit edhe të lidhjes Prizrenit, do të ndodhe edhe një dëbim masiv i popullatës shqiptare, dhe u arrit një kompromis që shteti Osman të ketë ato territorë të cilat do të ngelin në 4 vilajete deri në vitin 1912. Gjatë krizës lindore dhe gjatë luftës dhe prej marsit, domethënë të vitit 1878, Perandoria Osmane, ose më saktë Sultan Abdulhamiti, duke parë se me anë të forcës nuk do të mund të arrinte asgjë të bënte, faktikisht kishte disa takime posaçërisht me Abdul Frashën, i cili atë kohë, qysh para kësaj kohe, kishte themeluar një shoqatë shqiptare në Stamboll dhe kishte filluar vetëdijsimi dhe në një, mund të them lirisht, edhe rilindja kombëtare shqiptare, sepse rilindja kombëtare shqiptare rëniti ka faktikisht këtu rreth mesit të shekullit 19. Dhe aty domethënë shteti Osman ishte e interesuar që sa më shumë të kishte beneficione nga Kongresi i Berlinit. Për atë arsye në fillim ajo nuk ishte asgjë kundër lidhjes së Prizrenit, të cilët njësoj sikur më vonë që u bë edhe Kongresi i Manastirit, kishte thirrje për të gjithë shqiptarët që të mbajnë një konferencë të përgjithshme dhe kishte urdhër edhe nga sultani të gjithë udhëheqësit e vilajeteve që mos t'i pengohen shqiptarët. Dikun edhe ndoshta mund t'i kenë dhënë edhe ndihmë të vogël ushtarake, dhe faktikisht derisa arritën të gjitha delegatët, në fillim ishte aty numri rreth 40-47 delegat, por më vonë gjatë zgjatjes së kongresit ose lidhjes së Prizrenit që mbajnë në Prizren, në xhamin Bayrakli apo në oborrin e xhamisë, sepse xhamia sot nuk ekziston si xhami, por është objektin të cilin është mbajt kongresi i lidhja e Prizrenit, dhe aty në fund thuhet se ka arritur numri dhe mbi 100 delegat në përfundimin e saj. Aty vendoset që të formohet kjo lidhje e Prizrenit si komitet, mbi cili do të merret kryesisht me mbrojtjen e territoreve shqiptare, sepse për herë të parë filloi cënimi i trojeve etnike shqiptare, domethënë troje të pastra në të cilat shumica e popullatës ishte shqiptare. Kështu që lidhja e Prizrenit në fillim në mbledhjet e para formulon një të ashtu quajtur kararname apo një dokument i cili do t'i dërgohet Kongresit të Berlinit, i nënshkruar nga 47 delegat, në krye me Ilyas Pash Dibrën, i cili ishte formalisht si kryetari i lidhjes, mirë po rolin kryesor në udhëheqjen e faktikisht lidhjes Prizrenit e kishte Abdul Frashi, i cili ishte udhëheqës i komisionit për punë të jashtme. Kishte edhe një udhëheqës tjerë të cilët ishin në lidhje të Prizrenit, ishte Bedri Pejani që kishte marrë pjesë, ishte Ali Pash Gusia, Hodo Bej Shkodra, më vonë do të bashkangjitet edhe me ushtrit e tij edhe Preng Bigdoda për mbrojtjen e Grudës edhe pjesëve të cilat më vonë do duheshin me forcë faktikisht Perandoria Osmane t'u dorëzon fuqive të mëdha. Dhe gjithashtu një dokument i njëjtë i dërgohet edhe sultanit. Si gjithnjë, domethënë në kuadër të lidhjes së Prizrenit kishte forca të cilat ishin kryesisht nacionaliste dhe kishin për qëllim mbrojtjen e territoreve shqiptare, po kishte edhe forca të cilat dëshironin që shqiptarët të ruhej territorialiteti të gjithë vilajeteve, të ruhet sa më shumë të mundet, dhe shqiptarët të vazhdojnë të jetojnë në Perandorinë Osmane. Kuptohet, kjo është vetëm fillimi i organizimit të shqiptarëve dhe më vonë do të shohim se si do të rrjedhin ngjarjet. Po, cilat ishin ato masat kryesore që morën forcat e lidhjes Prizrenit për mbrojtjen e tokave shqiptare? Faktikisht
Pas nënshkrimit të marrëveshjes së San Stefanot, mund të themi se erdhi te ndoshta dezintegrimi dhe faktikisht ndoshta edhe mund të themi shpartallimi i aparaturës ushtarake osmane dhe mund të thuhet lirisht se në qytetet ku dominonin shqiptarët, për shembull në Prizren, në Shkup, në Tetov, në Shkodër, në Manastir, faktikisht pushtetin në duart e kishin komitetet shqiptare. Dhe në fillim Perendoria Osmane, domethënë edhe forcat ushtarake edhe policore kishin urdhur që mos t'i pengohen shqiptarët, sepse në atë kohë deri në vendimet e Kongresit Manastirit vitin 1878 qershor deri ka viti i ri, domethënë ato e kishin ende mendonin se në Kongres do të arrijnë me trysnin që bën me diplomacinë e tyre, por edhe me trysnin që do bëhet përmes shqiptarëve në terren, do të arrijnë që të mbrojnë territoret e tyre, por faktikisht kur edhe pse kishte kundërshtime, posaçërisht nga Austro-Hungaria, u arrit një farë kompromisi. Serbia prapse prap, domethënë, edhe pse nuk mori ato territore që dëshironte, por e mori Sanxhakun e Nishit dhe për aty kemi një golgot të madhe të shqiptarëve, thuhet se mund deri numri i shqiptarëve të shpërngulur, edhe pse nuk ka statistika të sakta, ka arritur deri me 300.000 shqiptarë të cilët janë shpërngulur dhe u shpërngulën në territoret që ishin afër aty që ende ngelen në Perëndorinë Osmane, duke filluar Preshevë, Medveç, Bujanos, Prishtinë, Kosovë, domethënë ende ne sot në territorin e Kosovës kemi shumë fshatra, të cilat janë me prejardhje nga pjesa e Sanxhakut të Nishit. Ajo mund të varet shumë lehtë nga ana e toponimisë, janë nga Leskovaci, Leskovica dhe kështu mbi emra, të cilat janë gjithë të fshatrave të cilat janë braktisur faktikisht si rezultati i terrorit serb. Gjithashtu edhe Mali Zi pretendonte në disa territore, ajo pretendonte ta merrte edhe Shkodrën, por u vendos që Mali të Zi të jipen Plava, Gusia edhe Ulqini dhe kishte një rezistencë të madhe, posaçërisht për Plavën, Gusin, por posaçërisht për Ulqinin, ishte Alipaz Gusia, Hodobeu i Shkodrës, të cilët me forcë refuzonin të dorëzojnë malazezëve Ulqinin dhe malazezët faktikisht shqiptarët jepnin rezistencë të armatosur, nuk arrinin ta merrnin Ulqinin, edhe pse domethënë kishte vendim përfundimtar të Kongresit të Berlinit që ai t'i dorëzohet shqiptarëve, por kur Perendoria Osmane, domethënë ajo arriti të manovron deri në sa të mundet, por kur asaj kjo armata e Austro-Hungarisë me anijet e saj luftarake erdhi dhe u ankorua në afërsitë të Shkodrës dhe kishte ultimatum se nëse Ulqini nuk i dorëzohet Malit të Zi, ajo do të sulmon Shkodrën dhe Perëndorinë Osmane. Atëherë Perëndoria Osmane ishte detyruar që t'u dorëzon qytetin e Shkodrës, qytetin e Ulqinit Malit të Zi, por shqiptarët nuk e dorëzonin dhe ata, domethënë, Perendoria Osmane filloi ta lufton lidhjen e Prizrenit, domethënë nga kjo kohë dhe faktikisht deri ka vitin 1881 Perendoria Osmane e ndaloi lidhjen e Prizrenit, edhe pse ajo ishte zgjeruar gati në të gjithë territoret shqiptare dhe në qytetet më të mëdha, gati se në të gjithë qytetet e mëdha kishte komitete të lidhjes dhe komitete të cilat merreshin me organizim, por edhe me organizimin e ushtrive. Po, a ishin edhe këto shkaqet apo kishte edhe shkaqe tjera që filloi të ndryshon qasja e lidhjes Prizrenit ndaj Perendorisë Osmane? Lidhja e Prizrenit është themeluar si rezultat i aspiratave të kombit shqiptar, sepse në atë kohë thash veç filloi ngritja e vetdijes kombëtare dhe cënimi i territorit të tyre. Ajo ishte që të ruaj tërësinë territoriale të popullsisë shqiptare në 4 vilajete, të cilat ajo përmend dhe shpesh këto vilajete keq përdoren nga historiografia serbe, por pastaj e marrë edhe nga historiografia disa të historiografisë maqedonase me termin Shqipëria e Madhe, domethënë nuk ka as Shqipëri të madhe as të vogël, po janë territorë të cilat në këto 4 vilajete, nëse mirën statistikat e regjistrimet popullsisë, popullsia shqiptare është në shumicë të madhe. Dhe këtë domethënë për këtë luftonin lidhja e Prizrenit dhe thash Perendoria Osmane në fillim duke menduar se këtë lidhjen e Prizrenit do ta përdor si instrument, do të jetë në favor të saj që ti ndalon këto territore dhe pastaj nëse i merr dhe i rigrupon të gjitha territoret, ndoshta në të ardhmen ka menduar se me anë të forcës prap do ta shuan lidhjen e Prizrenit, por lidhja e Prizrenit gjithnjë ka qenë këtë tendencë. Nëse Perendoria Osmane
tendenca e saj në fillim ka qenë që ta shfrytëzon. Pastaj me presionin e forcave të jashtme, ajo edhe po të donte nuk mund ta toleronte sepse kishte ultimatume se nëse nuk realizohen këto vendime që ishin si një lloj kompromisi nga kjo dhe San Stefanut me Kongresin e Berlinit, ajo do të jetë e detyruar që me forcë të lufton kundrës lidhjes së Prizrenit, e cila faktikisht përfundimisht deri në vitin 1881 edhe do të shuhet me gjak, sepse domethënë kishte shumë viktima nga ana e shqiptarëve. Duke mos llogaritur aty shqiptarët e shpërngulur nga territoret të cilat Plava, Gusia dhe territoret e Sanxhakut të Nishit, të cilët u shpërngulën në gjithë territorin që ngelin në perëndorinë osmane, por ka raste të cilat prej këtu kanë migruar prej kësaj kohe edhe në Azinë e Vogël, në Anadoli. Po si përfunduan aktivitetet dhe e lidhjes Prizrenit dhe çka ndodhi pas saj? Do të thonë në vitet 1876, tash në perëndorinë osmane kishte një farë lloj parlamentarizmi. Për herë të parë u mbajtën zgjedhje parlamentare, mirë po parlamentarizmi zgjati shumë pak kohë, domethënë aty rreth 1 vjet 2 Sultan Abdulhamidi suprimoi këtë parlamentin dhe e bëri një farë lloj të themi një diktaturë të sultanatit. Faktikisht pas vitit 1881 kur Perendoria Osmane luftonte me forcë lidhjen e Prizrenit, thash kishte shumë viktima nga ana e shqiptarëve, kishte shumë burgosje, kishte shumë shqiptarë të cilët ishin burgosur dhe ishin dënuar dhe dërguar në Afrikën Veriore. Aty ishin disa burgje të famshme, burgu i Fezanit dhe në Marok dhe në Afrikën Veriore, dhe ishin por pastaj edhe u suprimua edhe parlamenti dhe Sultan Abdulhamiti deri në vitin 1908, deri në revolucionin Gjon Turk, do të sundoi si sultan absolutist dhe faktikisht do të shtrëngojnë masat ndaj shqiptarëve. Dhe shqiptarët pastaj ishin të detyruar që të njëra pjesë faktikisht bërthama e organizimit ishte në Stamboll, thash vëllezrit Frashi, Abdul Frashi, por në atë kohë filluan që shqiptarët ka fundi i shekullit 19 të bashkangjites lëvizjes gjonturke, sepse u paraqit në atë kohë një lëvizje gjonturke e cila ishte për një reformim të Perendorisë Osmane dhe premtonte shqiptarëve barazi, autonomi, dhe do të shohim më vonë, domethënë edhe pse duhet ta theksoj edhe këtë se faktikisht bërthamat e para të lëvizjes gjonturke ishin rol të madh kishin dhe shqiptarët, posaçërisht doktor Ibrahim Temo, i cili është një mjek, i shquar me përardhje nga Struga dhe ishte antari i parë i bërthamave gjonturke dhe pastaj do të vjen deri te revolucioni gjonturk i vitit 1908. Domethënë pas vitit 1881 faktikisht Perendoria Osmane e ndaloi lidhjen e Prizrenit dhe e ndiqte dhe normalisht i burgoste. Edhe pse ndërkohë disa herë kishte amnisti të dhëna nga sultani, kinse që të bëhet parafrimi me shqiptarët. Tani po dalim te kjo pak te Kongresi i Berlinit. Cilat ishin arsyet kryesore që organizua kjo? Ishte vetëm ajo pjesa e forcës madhe të Rusisë cariste apo kishte edhe arsye tjera? Do të thonë normalisht se ka edhe arsye tjera, por duhet të theksoj se në vitin 1000, do të thonë thash fillimi i vitit shekullit 19, pas vitit 1800, do të thonë kemi një ekspanzion të fuqisë dhe imperializmit rus. Rusia filloi zgjerimin e territorit të saj, si në lindje, si në Kaukaz në perëndim, do të thonë atje në Kaukaz dhe në Krime i rrezikoheshin territorit osmane, ndërsa ajo edhe u zgjerua në të madhe edhe drejt Siberisë. Kështu që Perendoria e Rusia cariste, cila kishte një regjim absolutist carist, ishte në ekspanzion dhe ishte një shtetet perëndimore këtë e shihnin si një lloj rrezikim i forcave të tyre në të gjithë globin botëror. Kështu që në vitin 1856 është e njohur një luftë e Krimes, ku ishte luftë e cila bëhej përmes se Krimea në atë kohë ishte në Perëndorinë Osmane, mes Rusisë dhe Perendorisë Osmane, por në ndihmë Perendorisë Osmane i dolën edhe Britania e Madhe dhe Franca. Britania e Madhe dhe Franca ishin fuqitë më të mëdha të botës në asaj kohë dhe Rusia e humb atë luftë. Dhe mirë po, domethënë disa vite pas kësaj Rusia prapë e rimori veten dhe filloi atë luftën që thash luftën e pas luftës së Krimes, luftën ruso-turke dhe arriti deri në marrëveshjen e San Stefanos, ndërsa
shkaku kryesor i thirrjes së Kongresit të Berlinit ishte marrëveshja e Shën Stefanos dhe përparimi i madh i Rusisë, sepse atë posaçërisht Austro-Hungaria e pa rrezik të madh nëse kishte sukses kjo marrëveshja e San Stefanos dhe gati se gjysma e Ballkanit do të ishte në sundimin e perendorisë së madhe bullgare dhe normalisht në ndikimin e direkt të Rusisë cariste. Po Kongresi i Berlinit erdhë si shkak i bashkimit të Gjermanisë, pra Republikave Gjermane dhe Italisë. Domethënë Kongresi i Berlinit faktikisht mund të jetë edhe atë aspekt mund shikohet sepse deri në vitin 1871 nuk kishte shtet gjerman të përbashkët, kishte domethënë Franca si shtet i konsoliduar, ishte pak më herët se Gjermania u konsolidua Italia rreth viteve 1861-64 nën Garibaldin, pastaj shtetet Gjermania domethënë prej shekullit të 10 deri në këtë kohë në vitin 1871 kishte thuhet se 2-3 shtetëza të vogla gjermane dhe normalisht Austro-Hungaria, Austria në fillim ishte si një ndër shtetet më të forta gjermane dhe pastaj aty ka shekulli 17 filloi të paraqitet një shtet tjetër që ishte Prusia. Ai ishte shtet gjerman mirë po më i vogël dhe në vitin 1871 ata e bën një luftë me Francën, Prusia e sulmon Francën, arrin deri në Paris dhe e detyron që të pranohet bashkimi i Gjermanisë. Prej këtij viti faktikisht në aspektin politik evropian po edhe në botë paraqitet edhe një forcë e rëndësishme e cila është perendoria gjermane në krye me edhe të mbretit e tyre dhe Otto von Bismarck, i cili ishte ideatori i Kongresit Berlinit dhe faktikisht ato edhe e marrin primatin te populli gjerman nga Austria, e cila deri atëherë ishte pa kontestueshme në aspektin se kush i përfaqëson gjermanët në Evropë. Tash primatin e mori Gjermania dhe faktikisht ky kongres ishte edhe në udhëheqjen u mbajt edhe në Berlin në udhëheqjen e Bismarckut. Po kërkesat e lidhjes Prizrenit u morën parasysh në Kongresin e Berlinit? Thash është dërguar një kararname apo vendime të lidhjes së Prizrenit që u dërguan në Berlin, sigurisht se janë dërguar përmes Austro-Hungarisë dhe Gjermanisë, janë shikuar, mirë po sa kanë patur sukses, ajo është pikpyetje, sepse edhe pse mund thuhet se Kongresi i Berlinit është një lloj suksesi, sepse u arrit që mos të bëhet përçarje edhe më e madhe e trojeve shqiptare, disa troje prap u mbajtën në perendorinë osmane, të cilat si të tilla arritën deri në vitin 1912 kur plasën luftat ballkanike dhe të gjitha këto trojet u coptuan mes shteteve tjera dhe u bën faktikisht mund të themi në 1/3 e trojeve shqiptare u themelua një shtet Shqipëria e sotme gjeografike me kufijtë e sotëm. Faleminderit shumë profesor, e shpresojmë që herave të tjera dhe me tema tjera të tjera. Faleminderit edhe ju. Për të gjithë ju që ndoqët emision deri në këtë momente, faleminderit shumë. Shpresoj që t'ju kemi edhe ndoshta pak informacion dhe të ju rizgjojmë në kujtesën tuaj këtë ngjarje të rëndësishme për popullin tonë. Faleminderit që ndoqët shumë deri në këtë moment emisionin. Nëse keni dëshirë të bëni like videon, subscribe kanalin tonë 25 e deri në javën e ardhshme me emisione tjera pra me konceptet që i kemi. Do të jemi këtu para jush deri në javën e ardhshme. Shpresoj të jeni mirë dhe miru takofshim.